ty mujnë kushdo që të vjen për partijës tonë, vjen me të një mu. Tani, kushdo që vjen për partijës tonë, vjen me ta vjedh në i vot, me ta marrë në i vot ty për veti, edhe vjen gjoja po të një majt diçka. Dhe ka kriju një situatë çuditshme, njerëz nuk e dojnë më njëri tjetrin. Edhe veç ankohen erdhaj këtu me na marr votat, ose erdh kryesia, erdhen për vota, dveta nuk erdhen për me na nimu neve. Edhe kështu është. Se nuk kom një dikon të atyne që kanë arë, për shembull të PDK-s ose tjerë, të thonë jepja një filionit, po vjen kryetari man fjalime. Edhe tani ti kur si e kryetari je në hijen e ti. Tani ai ka një 5-6 aty, ushtarët vetë, që ju thotë këti jepja në këti mos jepni. Ose jo qënë një listë me 5 emna, ose 7 emna, ose kënë duhet me votu. Edhe pyet, kush me kanë është? Kush është po, mos e votoni këta. Dhe tani, kjo problemi e këtyne i partive me kryetarë, që nuk janë parti politike mrena një kornizë ligjore, po janë bajraktarë. Gjithë, pa për jashtim, nuk po them që është njeni ma mire tjetë. Jo, e vërteta madhe është që kemi posë nëse partia do një favorizu të ikon. Partitë e vogla menoj që do të duhej ligji kur të bëhet për 100 deputet, me u bë kështu në variantin që po them, partive serbe, ose komunitetit serbe dhe minoriteteve, duhet mi uruj që ashtu venat që shikan me kushtetut, sepse së mund është me ndryshu. Që ose do me ndryshu, duhet me pas pajtueshmëri me ta. Dhe unë nuk e konsideroj të pamundshme me bisedu me ta dhe me votu për çështjet që në interes edhe tyne, edhe gjithë atyne që jetojnë në Kosovë. Na kemi pas përvojnë të kalumen që kanë votu, edhe 2/3 e komunitetit serb kanë votu për disa çështje që realisht unë e kom pas një çështje me kur kom u theq kuvendin, edhe në thiri ambasadori Amerikës tha që e kalove. Ashtë e kryva detyrën tenë, se luta kërkan. Detyra, kur ta mersh, do shme punu me kry. Edhe u votu. Ta një preshër, masanej. Nuk e qiten me votu në lexim dytë edhe u harruaj, u punë, shkoja, i faligji, sepse interesat ka, mrapa, ishin nërysh. Pra, edhe ligjet kur të votohen, edhe zgjedhjet kur të marrën, do të me pas parasysh interesin e qytetarëve, jo interesin tanë edhe të atyne suflerave ose atyne të nderazhive që janë marrë patej. Tash, nëse jemi ka flasim për nevoj, për mos me thonë urgjencë, do mos dëshmëni, për me ndru ligjin për zgjedhje, ishdo është partit me pos vullnet mu marrë vesh nërmi veti, deri sa shkam pos vullnet Adem pse s'kanë vullnet? Për shembull, përman, Partia Demokratike s'ka vullnet me ndryshu ligjin, sepse neve na konvenon ligji për në 2-3 zona që i kemi 100% votat tona, edhe gjbalanzu kretë Kosovë. Ato jemi në rregull. Lidhja Demokratike, për shembull, një stok e ka 100% garantume, e ka pas Bodiev tash se ka. E ka marrë VV-ja. E ka pasë edhe në